Ndër zhvillimet kryesore ju ftoj të ndiqni kontributet e punonjësve në arkën e shtetit kanë pësuar një rritje të ndjeshme duke sjellë efekte pozitive në skemën e pensioneve. Në qytetet e mëdha turistike dhe jo bregdetare, tregu i qirave afatshkurtra po rritet ndjeshëm. Elbasani kryeson me rritjen e të ardhurave me 77.2%. Bashkitë kanë një stok të detyrimeve të prapambetura në rreth 31 milion euro deri në fund të qershorit. Në krye të listës renditen Kavaja dhe Tirana. Sektori i teknologjisë e informacionit dhe komunikimit ka shënuar rritje të fortë, por mungesa e talenteve mbetet ndër sfidat kryesore. Ju përshëndes, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ për t'ju njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Kontributet e punonjësve në arkën e shtetit kanë pësuar një rritje të ndjeshme duke sjellë efekte pozitive në skemën e pensioneve. Vetëm në muajin korrik të këtij viti nga ky zë janë arkëtuar 179 milion euro. Vetëm në muajin korrik të punësuarit në vend kanë derdhur afro 17.9 miliard lek, apo rreth 179 milion euro në arkën e shtetit si kontribut për skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Të dhënat nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve tregojnë se në muajin korrik 2026 janë arkëtuar afro 2.1 miliard lek apo 21 milion euro më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. E shprehur në përqindje, rritja e të ardhurave regjistrohet në 13.1%. Nga ana tjetër, kjo shifër është rekord në dekadën e fundit. Ndërsa në 7 mujor, pra për periudhën janar-korrik 2026, të ardhurat nga detyrimet që kanë paguar punonjësit në sektorin privat, shtetëror si dhe të vetpunësuarit në bujqësi për skemën e pensioneve kanë arritur në 111.8 miliard lek, apo afro 1.2 miliard euro. Ndërsa në të njëjtën periudhë të një viti më parë, arkëtimet nga ky zë regjistroheshin në 100 miliard lek. Në këtë performancë në rritje kanë ndikuar disa faktorë. Së pari është rritja e pagave në sektorin publik, ndjekur edhe nga sektori privat, duke bërë që paga mesatare në vend të rritet ndjeshëm duke arritur në nivelin e afro 1.000 euro në muaj dhe si rrjedhim dhe pagesa e punonjësve për sigurime. E dyta lidhet me reformën anti-informalitet fokusuar kryesisht në nëndeklarimin e pagave, çka solli një rritje të deklarimeve dhe si rrjedhim dhe të ardhurave të paguara nga kontributet. Po ashtu, vendosja e pagave referencë për gjatë këtij viti në sektor si turizmi, ndërtimi dhe mjekësia kanë sjellë një efekt direkt në rritjen e kontributeve dhe shëndoshjen e skemës. Nga ana tjetër, rritja e pagës minimale në shkallë vendi në 50.000 lekë nga muaji janar ka ndikuar në këtë drejtim. Një faktor tjetër lidhet me rritjen e numrit të bizneseve të hapura në Shqipëri për gjatë vitit 2026, si dhe mirë administrimi nga ana e administratës tatimore, që duket sikur po kompenson disi edhe mungesën e fuqisë punëtore në vend. Pagesa minimale për kontributet të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për një individ është rreth 13.950 lekë në muaj. Sipas Bankës së Shqipërisë, normat më të larta të interesit në lek po nxisin rritjen e kursimeve në monedën vendase. Shqiptarët po zgjedhin gjithnjë më shumë depozitat me afat, duke i mbajtur parat në banka për më gjatë. Kursimet e shqiptarëve në banka po rriten ndërsa normat e interesit po luajnë një rol gjithnjë më të rëndësishëm në mënyrën se si qytetarët zgjidhin të mbajnë parat e tyre. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se depozitat e sektorit privat kanë vijuar trajektorin rritëse edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit. Një nga zhvillimet më të rëndësishme është diferenca mes interesave që bankat ofrojnë për depozitat në lek dhe ato në euro. Për depozitat e reja me afat, interesi mesatar në lek është rreth 1.7%, duke mbetur në të njëjtin nivel me tremujorin paraardhës, ndërsa për depozitat në euro interesi mesatar ishte rreth 1.4%. Pra qytetarët që zgjidhin të kursin në lek përfitojnë aktualisht një interes pak më të lartë krahasuar me ata që vendosin parat në depozita në euro. Kjo diferencë mes interesave ka ardhur në rritje gjatë periudhës së fundit. Sipas Bankës së Shqipërisë, marzhi mes normave të interesit për depozitat në lek dhe euro është zgjeruar në rreth 0.4 pikë. Me fjalë të thjeshta, bankat po japin një stimul disi më të madh për kursimet në monedën vendase, dhe kjo duket se po reflektohet edhe në sjelljen e depozituesve. Depozitat në lek janë arritur me rreth 13.5% në një vit, ndërsa depozitat në valutë kanë shënuar një rritje më të ngadaltë, rreth 10.5%. Kjo tregon se kursimet në monedën vendase po fitojnë peshë, por jo vetëm interesi po ndikon. Rritja e depozitave lidhet edhe me shtimin e të ardhurave dhe aktivitetit ekonomik, ndërsa hyrja e valutës në vend, veçanërisht nga turizmi, ka ndikuar në rritjen e kursimeve në valutë.
edhe individët po kursejnë më shumë. Depozitat e tyre janë arritur me rreth 10% krahasuar me një vit më parë. Në të njëjtën kohë po ndryshon edhe mënyra se si qytetarët i mbajnë këto para. Një pjesë gjithnjë më e madhe e kursimeve po kalon në depozita me afat, ku parat lihen në bank për një periudhë të saktuar në këmbim të një interesi. Sot këto depozita përbëjnë më shumë se gjysmën e totalit të depozitave. Kjo është rëndësishme sepse tregon se qytetarët nuk po i mbajnë parat vetëm për shpenzimet e menjëhershme. Një pjesë e tyre po preferon të vendosë kursimet në banka për një periudhë më të gjatë, duke përfituar edhe nga interesi. Sipas analizës AirDNA për qytetet e mëdha turistike dhe jo bregdetare të Shqipërisë, tregu i qirave afatshkurtra po rritet ndjeshëm. Elbasani kryeson për rritjen e të ardhurave me 77.2%, ndërsa Shkodra ka të ardhurat mesatare më të larta për listim me $4.3 mijë. Të dhënat e AirDNA për korrigun e vitit 2026 tregojnë një zgjerim të shpejtë të tregut të qirave afatshkurtra, me rritje të forta si në numrin e pronave, ashtu edhe në të ardhurat dhe zënjen e tyre. Scanintel ka shqyrtuar qytetet turistike jo bregdetare. Tregu i qirave afatshkurtra po fiton terren edhe jashtë destinacioneve tradicionale turistike të Shqipërisë. Sipas të dhënave të AirDNA për korrigun e vitit 2026, Elbasani shënoi rritjen më të fortë vjetore të ardhurave mes qyteteve të analizuara, ndërsa Shkodra mbetet qyteti me të ardhurat mesatare më të larta. Elbasani është surpriza e këtij viti. Qyteti kishte 194 listime aktive Airbnb në korrik, ndërsa një listim mesatar gjeneroi rreth $3.8 mijë gjatë 12 muajve të fundit. Të ardhurat janë rritur me plot 77.2% krahasuar me korrikun e vitit 2025. Në të njëjtën periudhë, zënja është rritur me 23.3%, ndërsa çmimi mesatar për natë ishte rritur me 32.3%, duke arritur në $76. Kjo rritje reflektohet edhe në treguesin që lidh çmimin mesatar me nivelin e zënjes së një prone Airbnb. Në Elbasan ai ka arritur në $38, duke u rritur me 118.3% në një vit dhe duke kaluar edhe Shkodrën. Megjithatë, Shkodra vijon të ketë të ardhura më të larta për listim. Me 1861 prona aktive, një listim mesatar gjeneroi rreth $4.3 mijë gjatë 12 muajve të fundit. Zënja arriti në 43% të netëve të disponueshme, ndërsa çmimi mesatar ishte $70 për natë. Të ardhurat janë rritur me 49.8% në një vit. Në Korçë, nga ana tjetër, numri i listimeve aktive ka arritur në 877, me një rritje për 21.1%. Të ardhurat mesatare për listim janë rreth $2.3 mijë, ndërsa të ardhurat totale janë rritur me 54.1%. Zënja është rritur me 22.7% edhe pse çmimi mesatar për natë ka rënë me 2% në $60. Ndërsa Berati numëron rreth 740 listime aktive. Një listim mesatar ka gjeneruar rreth $3.3 mijë në 12 muajt e fundit, ndërsa 34% e netëve të disponueshme janë rezervuara. Të ardhurat janë rritur me 51.4%, ndërsa çmimi mesatar për natë është $51. Në të katër qytetet numri pronave aktive është rritur gjatë viteve të fundit. Kjo tregon se tregu i akomodimit afatshkurtër po zgjerohet përtej zonave bregdetare, ndërsa Elbasani veçohet për ritmin e rritjes dhe jo për nivelin absolut të ardhurave. Instituti Shqiptar i Shkencave propozon që pragu për deklarimin e pronarëve përfitues duhet të ulet nga 25% në 10% për kompanitë që operojnë në sektor me risk të lartë apo me rëndësi strategjike për ekonominë dhe sigurinë kombëtare. Sipas organizatës, një standard i tillë mund të aplikohet në industrinë nxjerrëse, portet, aeroportet dhe infrastrukturën kombëtare. Pragu për deklarimin e pronarëve përfitues do të ulet nga 25 në 10% për kompanitë që operojnë në sektor me risk të lartë apo me rëndësi strategjike për ekonominë dhe sigurinë kombëtare. Propozimi vjen nga Instituti Shqiptar i Shkencave, promotore e Open Data Albania, në kuadër të konsultimit publik për projekt ligjin e ri për regjistrin e pronarëve përfitues. Sipas propozimeve të dorëzuara në Ministrinë e Ekonomisë dhe Sipërmarrjes, për raste të veçanta duhet të shqyrtohet dhe deklarimi i pronarit përfitues pa një prag minimal. Aktualisht projekt ligji parashikon si kufiz do të rrimin në masën 25%, ndërsa ai kërkon që për kategori të caktuara të deklarohet çdo person që zotëron drejt për drejt ose tërthorazi të paktën 10% të pronësisë. Sipas organizatës, një standard i tillë mund të aplikohet në sektor me risk të lartë ose me rëndësi të veçantë për interesin publik dhe sigurinë kombëtare, duke përfshirë industrinë nxjerrëse, portet, aeroportet dhe infrastrukturën kombëtare. Një tjetër ndryshim i propozuar lidhet me zgjerimin e subjekteve që duhet të deklarojnë pronarët e tyre përfitues. Ai kërkon që detyrimi të përfshijë kompanitë që konkurrojnë në tendera publik
apo procedura të partneritetit publik-privat, privatizime dhe programe për përfitimin e të drejtave mbi prona shtetërore e të tjerë. Sipas saj, synimi është që kontrolli i strukturës së pronësisë të kryhet paraprakisht për subjektet që kontraktojnë, licencojnë apo përfitojnë nga shteti. Propozimi i tretë kërkon që Inspektorati të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave të jepet aksesi plot në dokumentacionin dhe të dhënat e regjistrit të pronarëve përfitues. Sipas organizatës, kjo do t'i mundsonte institucionit verifikim më të plot të strukturës reale të pronësisë së kompanive të lidhura me personat që kanë detyrimin e deklarimit të pasurisë dhe do rriste efektivitetin në evidentimin e konflikteve të interesit. Bashkitë kanë një stok të detyrimeve të prapambetura në rreth 31 milion euro deri në fund të qershorit të këtij viti. Në krye të listës renditen Bashkia Kavaj dhe Tiranë, ndërsa në fund janë Vlora, Puseci dhe Këlqyra. Ndërsa reforma e re administrativo-territoriale ka ngjallur shumë diskutime për shkak se synon të shkrijë 15 bashki në shkallë vendi, një ndër elementët që merren në konsiderat për përcaktimin e njësive që do dalin nga harta janë edhe detyrimet e prapambetura apo fuqia e tyre financiare. Por si renditen 61 bashkit në vend sa i takon detyrimeve të akumuluara. Gjysma e parë e vitit është mbyllur me një stok detyrimesh ndaj bizneseve dhe qytetarëve nga ana e bashkive në vlerën e 3.1 miliard lekëve apo 31 milion eurosh. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, ajo që vjet e re është se stoku ka qëndruar thuajse në të njëjtat nivele me fundin e marsit 2026, ndërsa në raport me dhjetor 2025, ku stoku ishte 2.9 miliard lek, vjet re një rritje lehtë me 300 milion lek. Detyrimi i vendosur nga qeveria për shlyerjen e stokut, megjithse ka pasur ecuri pozitive në 2 vitet e fundit, sërish ka luhati tër her pas hershme nga një tremujor në tjetrin, edhe pse qëllimi është që stoku i detyrimeve të prapambetura të zerohet totalisht. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se nga totali i detyrimeve, 1.2 miliard lek janë detyrime të papaguara për investime publike, 506 milion lek për shërbime, rreth 363 milion lek vendime të gjykatave dhe 658 milion lek shpenzime të tjera. Referuar listës, vlera e borxheve që kanë bashkit nuk lidhet domosdoshmërisht me sipërfaqen e tyre apo numrin e popullsisë. Konkretisht në vendin e parë renditet Bashkia Kavaj, e cila rezulton me një vlerë detyrimesh prej 719 milion lek. Më pas renditet Bashkia Tiranë me 282 milion lek detyrime, Bashkia Pogradec me 227 milion lek borxhe, ndjekur nga Bashkia Dimal me 144 milion lek, më pas vjen Bashkia Cerrik me 140 milion lek dhe Vor me 139 milion lek, duke ja lënë radhën Rogozhinës, Divjakës dhe Dibrës. Ndërsa në fund të listës së bashkive sa i takon vlerës së borxheve, renditen bashkit Vlorë, Pustec dhe Këlqyr. Njësitë e veçqeverisjes vendore kanë pasur si detyrim që të dorëzojnë pranë Ministrisë së Financave një plan të detajuar për shlyerjen e stokut të detyrimeve dhe t'i përmbahen atij. Për herë të parë, qeveria ka miratuar planin kombëtar të veprimit për adresimin e varfërisë energjetike dhe mbrojtjen e klientëve në nevojë të energjisë elektrike për periudhën 2026-2030. Sipas ekspertëve, dokumenti synon që mbështetja të mos kufizohet vetëm tek kompensimi financiar i faturave, por të shtrihet edhe tek investimet që ulin konsumin dhe kostot e familjeve në afatgjatë. Termoizolimi banesave, zvendësimi dyerve dhe dritareve, pajisje me eficiencë energjie apo sisteme me eficiencë ngrohjeje. Këto janë disa nga ndërhyrjet që synojnë të mbështesin familjet në kushtet e varfërisë energjetike, pas miratimit të planit kombëtar të veprimit për periudhën 2026-2030. Sipas ekspertëve, dokumenti miratuar për herë të parë nga qeveria synon që mbështetja të mos kufizohet vetëm te kompensimi financiar i faturave të energjisë, por të shtrihet dhe te investimet që ulin konsumin dhe kostot e familjeve në afatgjatë. E para është mbështetja, le të themi, jo vetëm monetare, por edhe duke identifikuar kushtet në cilat jetojnë, vetë ligji parashikon mbështetje në termoizolimin e shtëpive, në ndryshimin e dyerve dhe dritareve nëse nuk janë në kushtet optimale, shkon deri në pajisjet me eficiencë energjie, pra nëse janë të vjetra sistemet e ngrohjes, nëse vetë ligji thot nëse shtëpit ngrohen me soba druri shumë të vjetruar, atëherë parashikohen investime në sisteme eficiente ngrohje për këto familje. Pra, janë masa shumë të mira dhe të cilat shkojnë dhe në linjë me ligjin e eficiencës energjisë. Varfëria energjetike nuk lidhet domosdoshmërisht vetëm me nivelin e ulët të ardhurave, ndaj dhe miratimi i planit të veprimit do sjellë dhe një zgjerim të përfituesve,
që deri më sot kufizoheshin kryesisht te përfituesit e ndihmës ekonomike. Varfëria energjetike nuk do të thotë vetëm të jesh i varfër. Do të thotë që familjet mos kenë mundësi të krijojnë kushtet optimale për ngrohen dhe ftohen siç tham. Nëse faturat e energjisë elektrike te kalojnë 20-30% të ardhura dhe më pas të familje nuk kanë mundësi të kenë shpenzime për ushqime të bazë, apo për arsim, apo për shëndetësi, këto familje do të kategorizohen si familje në kushtet e varfërisë energjetike. Pikërisht identifikimi këtyre familjeve është një nga hallkat kryesore për zbatimin e planit, ndërsa për të garantuar aplikimin me sukses, sfidë mbetet gjetja e financimit. E para duhet fillohet me identifikimin në terren, mund të identifikohen dhe nga qendrat shëndetësore, sepse shumica këtyre familjeve kanë një akses tek qendrat lokale shëndetësore, aty mund të jetë filtri i parë dhe më pas mund të orientohen tek bashkitë të cilat nëpërmjet programe orientojnë këto familje se si mund të aplikojnë dhe se si mund të mbështeten me fonde. Këto janë në nivel lokal dhe në nivel qendror është patjetër koordinimi, bërja e mundur e financimit të këtyre familjeve dhe updatimi vit pas viti i familjeve që bien në kushtet e varfërisë energjetike. Sektori i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në Shqipëri ka shënuar rritje të fortë me eksportet që pothuajse u trefishuan deri në vitin 2024. Megjithatë, sipas një raporti të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal për qëndrimin në Tiranë, mungesa e talenteve dhe kërkesat e reja për aftësi në inteligjencën artificiale mbeten sfidat kryesore. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit po kthehej gjithnjë më shumë në një nga sektorët me potencial për ekonominë shqiptare. Eksportet e shërbimeve të teknologjisë janë zgjeruar ndjeshëm gjatë viteve të fundit, ndërsa kompanitë shqiptare po lidhen gjithnjë më shumë me tregjet dhe klientët ndërkombëtar. Sipas një raporti të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, RCC, pas vitit 2018 sektori përjetoi një përshpejtim të fortë në të gjithë rajonin. Në Shqipëri, eksportet e shërbimeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit pothuajse u trefishuan deri në vitin 2024, ndërsa rritja u favorizua edhe nga puna në distancë, digitalizimi i bizneseve dhe kërkesa për shërbime teknologjike nga jashtë vendit. Sot në Shqipëri numërohen mbi 4.000 punëdhënës aktiv në sektorin e TIK-ut dhe afro 23.000 profesionistë. Më shumë se gjysma e kompanive të këtij sektori eksportojnë shërbimet e tyre, duke e bërë teknologjinë një aktivitet gjithnjë më të lidhur me tregun ndërkombëtar. Por zhvillimi i sektorit shoqërohet edhe me disa sfida. 82% e aktivitetit të TIK-ut është i përqendruar në Tiranë, që tregon se zhvillimi i këtij sektori mbetet ende shumë i centralizuar. Po ashtu shumica profesionistëve kanë përvojë të mesme ose të avancuar, ndërsa kompanitë përballen me vështirësi për të gjetur punonjës siç u nevojiten. Raporti thekson se Shqipëria është tregu më i përqendruar gjeografikisht në rajon dhe më i varur nga profesionistët në mesin e karrierës. Një tjetër sfidë lidhet me inteligjencën artificiale. Kërkesa për profesionistë që dinë të punojnë me inteligjencën artificiale dhe ta integrojnë atë në biznes është në rritje. Por sfida nuk është thjesht përdorimi i mjeteve të inteligjencës artificiale. Ajo që kërkohet gjithnjë më shumë është aftësia për të ndërtuar produkte dhe zgjidhje të bazuara në AI, duke kombinuar njohuritë teknologjike me kuptimin e nevojave të biznesit. Pra pas viteve të rritjes së shpejtë, sektori i shqiptar i TIK-ut duket se po hyn në një fazë të re. Sfida nuk është më vetëm të rritet numri programuesve, por të krijohen profesionistë me aftësi më të thella, më të specializuara dhe të përshtatura me teknologjitë e reja. Në vitin 2025, librat u shtrenjtuan me 2.9%, duke shënuar rritjen më të madhe mes produkteve dhe shërbimeve kulturore, ndërkohë pajisjet audiovizuale ranë me 1.8% dhe instrumentet muzikore me 1.3%. Niveli dhe struktura e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve janë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në shpenzimet familjare. Në këtë kuadër, indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit ofron një pasqyrë të rëndësishme mbi ndryshimet e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve kulturore. Të dhënat mujore që siguron indeksi mundësojnë ndjekjen dhe monitorimin e vazhdueshëm të lëvizjes së çmimeve në këtë sektor, duke ndihmuar në kuptimin më të qartë të mënyrës se si ndryshimet e tyre ndikojnë në shpenzimet për kulturën. Në një kohë kur konsumatorët po përballen me ndryshime të vazhdueshme të çmimeve, edhe tregu i mallrave dhe shërbimeve kulturore ka postuar lëvizje të ndryshme gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të Instat, librat kanë shënuar rritjen më të madhe të çmimeve.
ndërsa disa produkte të tjera kulturore janë bërë më të lira. Indeksi harmonizuar i çmimeve për librat u rrit nga 127 në vitin 2024 në 130.7 pikë në vitin 2025, që përkthehet në një rritje prej 2.9%. Instate rendit këtë si rritjen më të lartë ndër kategoritë kulturore. Në kaun e kundërt janë pajisjet audiovizuale dhe fotografike, çmimet e të cilave ranë me 1.8%, duke e bërë këtë kategori me uljen më të madhe. Edhe instrumentet muzikore u bën më të lira. Indeksi i tyre zbriti nga 153.4 pikë në 151.4 pikë, duke shënuar një rënje prej rreth 1.3%. Ndërkohë çmimet e shërbimeve kulturore shënuan një ulje të lehtë prej 0.3%, ndërsa gazetat dhe periodikët e tjerë patën një ndryshim shumë të vogël, me vetëm 0.2% rritje. Të dhënat tregojnë kështu një panoramë të përzierë të konsumit kulturor në Shqipëri. Ndërsa leximi është bërë disi më i kushtueshëm, teknologjia audiovizuale dhe instrumentet muzikore kanë pasur një tendencë të kundërt. Në maturën shtetërore 2026, matematika rezultoi provimi më i vështirë, me mesatare 6.74 dhe 645 maturant mbetës. Në anën tjetër, lëndët me zgjedhje patën rezultatet më të mira, ndërsa vetëm 27 maturant arritën notën 10 në gjuhë letërsi. Provimet e maturës shtetërore janë prova e fundit që ndan bankat e gjimnazit nga auditorët e universitetit. Rezultatet e marra në matematik, gjuhë letërsi, gjuhë të huaj dhe në lëndën me zgjedhje nuk janë thjesht nota, por një nga elementet që peshojnë në garën për degën e preferuar dhe në shumë raste në drejtimin që do të marrë më pas rruga profesionale e maturantëve. Po sa mirë e kaluan këtë urë maturantët e vitit 2026, Scanintel ka analizuar rezultatet e 4 provimeve të maturës për të parë se ku janë shënuar rezultatet më të mira, në cilën lëndë janë regjistruar më shumë betës dhe ku nota 10 ka qenë më e rrallë. Matematika ka rezultuar prova më e vështirë e maturës shtetërore 2026, të paktën referuar numrit të maturantëve mbetës dhe notës mesatare. Nga rreth 25.000 maturantë që u nështruan këtij provimi, 645 morën notën 4, ndërsa nota mesatare u ndal në 6.74, më e ulët mes 4 provimeve të maturës. Të dhënat tregojnë se rreth 2.6% e maturantëve që dhanë matematikën nuk e kaluan provimin, një përqindje dukshëm më e lartë se në lëndët e tjera. Në gjuhë letërsi, mbetësit përbënin rreth 1.3% të maturantëve, në gjuhën e huaj 1.5%, ndërsa në lëndët me zgjedhje më pak se 1%. Në krahun tjetër të renditjes qëndrojnë pikërisht lëndët me zgjedhje. Nga rreth 25.000 maturantë, vetëm 247 morën notën 4, duke e çuar kalueshmërinë në 99.02%, më të lartën mes të gjitha provimeve. Edhe nota mesatare 7.73 ishte më e larta e maturës 2026. Rezultate të mira u regjistruan edhe në provimin e gjuhës së huaj. Mesatare arriti në 7.68 dhe kalueshmëria në 98.53%. Nga 25.000 maturantë që u nështruan provimit, 367 morën notën 4, ndërsa 135 siguruan notën maksimale. Por një tjetër tregues që bie në sy vjen nga provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë. Megjithse kalueshmëria ishte e lartë në 98.70%, vetëm 27 nga 25.000 maturantë arritën të merrin notën 10. Kjo do të thotë se vetëm rreth 0.1% e maturantëve siguruan rezultatin maksimal, përqindja më e ulët nga të 4 provimet. Në matematik, pavarësisht numrit të lartë të mbetësve, numri i notave maksimale ishte relativisht i lartë. Plot 241 maturantë morën notën 10, ose rreth 1% atyre që ju nështruan provimit. Në lëndët me zgjedhje u regjistruan 232 nota maksimale, ose rreth 0.9% e totalit. Nëse provimet renditen sipas notës mesatare, diferencat bëhen edhe më të qarta. Në krye janë lëndët me zgjedhje me 7.73, të ndjekura nga gjuha e huaj me 7.68 dhe gjuhë letërsia me 7.26. Matematikës si mbetet vendi i fundit me një mesatare për vetëm 6.74. Në total në 4 provimet e maturës shtetërore 2026 janë regjistruar 1584 rezultate me notën 4 dhe 635 rezultate me notën maksimale 10. Këto shifra nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pa aq maturant të ndryshëm, pasi njëjti maturant mund të ketë marrë notën 4 ose 10 në më shumë se një provim. Gratë jetojnë më gjatë se burrat, por një pjesë më e madhe e viteve të tyre shoqërohet me sëmundje kronike dhe probleme shëndetësore. Organizata botërore e shëndetësisë ngresh shqetësimin për diagnostikimin më të vonshëm dhe dokumentimin më pak të saktë të sëmundjeve te gratë. Edhe në Shqipëri, sëmundjet e sistemit të qarkullimit shkaktojnë mbi gjysmën e vdekjeve të grave. Shëndeti i grave përtej viteve riprodhuese po merr gjithnjë më shumë vëmendje në politikat dhe analizat shëndetësore europiane.
Një analizë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për rajonin evropian tregon se gratë kalojnë më shumë vite me sëmundje kronike dhe pa aftësi, ndërsa në disa raste problemet e tyre shëndetësore diagnostikohen më vonë ose dokumentohen më pak. Edhe të dhënat për Shqipërinë tregojnë një barë të lartë të sëmundjeve kronike te gratë. Sipas Instat, gjatë vitit 2025, sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut ishin shkaku kryesor i vdekjeve për të dyja gjinit, por pesha e tyre ishte më e lartë te gratë. Ato përbënin 54.5% të të gjitha vdekjeve të grave, kundrejt 51.6% të burrat. Në total, sëmundjet e qarkullimit shkaktuan rreth 53% të vdekjeve në vend. Një tjetër element që përkon me shqetësimin e ngritur nga OBSH lidhet me mënyrën se si regjistrohen shkaqet e vdekjes. Në Shqipëri, 20.9% e vdekjeve gjatë vitit 2025 u klasifikua në grupin simptoma, shenja dhe sëmundje jo të mirë përcaktuara. Brenda këtij grupi, 72.9% lidhen me pleqërinë, ndërsa Instat evidenton se vdekjet e regjistruara për këtë shkak janë më të shpeshta te gratë sesa te burrat. Në nivel europian, OBSH ngre të njëjtin shqetësim. Te gratë mbi 45 vjeç, shkaku i vdekjes ka rreth 14% më shumë gjasa sesa te burrat, të regjistrohet në kategori të papërcaktuara, si insuficiencë kardiake, arrest kardiak, dobësi, demence pa specifikuar apo shkak i panjohur. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, një pjesë e kësaj diference lidhet me faktin se gratë jetojnë më gjatë dhe në moshë të avancuar mund të vuajnë njëkohësisht nga disa sëmundje, por analiza evidenton edhe diagnoza më të vonuara, më pak ekzaminime dhe përfaqësim më të ulët të grave në kërkimet klinike, veçanërisht për sëmundjet kardiovaskulare. OBSH kërkon që kujdesi për shëndetin e grave të mos përqendrohet vetëm te shtatzania dhe vitet riprodhuese, por të shtrihet edhe gjatë gjithë jetës, me më shumë vëmendje ndaj diagnostikimit të hershëm dhe sëmundjeve kronike. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Çmimet globale të ushqimeve pritet të rriten me 11.8% këtë vit dhe me 4.8% në vitin 2027, me ndikimin më të rëndë që pritet të jetë në drithëra, fruta dhe perime dhe produkte qumshti. Parashikimi vjen në një kohë kur nxehtësia ekstreme dhe thatësira e Evropës kanë dëmtuar të korrat, ndërsa fermerët po përballen gjithashtu me çmime të larta të energjisë dhe plerave kimike. Çmimet globale të ushqimeve pritet të rriten me 11.8% këtë vit dhe me 4.8% në vitin 2027, me ndikimin më të rëndë që pritet të jetë në drithëra, fruta dhe perime, si dhe në produktet e qumshit, sipas Oxford Economics. Parashikimi vjen në një kohë kur nxehtësia ekstreme dhe thatësira e Europës kanë dëmtuar të korrat, ndërsa fermerët po përballen gjithashtu me çmime të larta të energjisë dhe plerave kimike, të përkeqësuara nga luftrat në lindjen e mesme dhe Ukrainë. Pas valës së të nxehtit në Europë, Coseral, shoqata europiane e tregtisë së drithërave dhe farave vajore me selinë në Bruksel, lëshoi një përditësim të jashtëzakonshëm në korrik, duke ulur parashikimin për korrjen e kombinuar të drithërave në Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar nga 295.5 milion tonë në 286.6 milion tonë. Kjo krahasohet me 310 milion tonë të korrur në vitin 2025. Oxford Economics thotë se ndikimi më i rëndësishëm në çmimet e ushqimeve në nivel global rrjedh nga lufta Shtetet e Bashkuara Iran dhe ndikimi i saj në inputet për prodhimin e ushqimit, kryesisht naftën, gazin natyror dhe plerat kimike. Oxford Economics tha se çmimet globale të naftës u rritën me 36% në bazë vjetore në muajin korrik, të nxitura pjesërisht nga ndërprerjet në ngushticën e Hormuzit, ndërsa çmimet e plerave kimike parashikohet të rriten me 22% këtë vit. Në të njëjtën kohë, lufta në Ukrainë ka një ndikim të rëndësishëm edhe në çmimet globale të ushqimeve. Drithrat përbëjnë 25% të indeksit global të çmimeve të ushqimeve dhe të dy vendet së bashku përbëjnë më pak se 30% të eksporteve totale globale të grurit dhe mbi 10% të misrit. Sulmet ndaj porteve, terminaleve të ngarkimit dhe anijeve ruse dhe ukrainase, si dhe ndërprerja e eksporteve të drithrave në detin e Zi dhe detin Azov, mund të ndikojnë në 86 milion ton kapacitet vjetor të eksportit të drithrave, 52 milion ton nga Rusia dhe 34 milion ton nga Ukraina, ekuivalente me pothuajse 17% të eksporteve globale të drithrave, sipas raportit referuar Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të OKB-s. Çmimet globale të mallrave ushqimore ishin 1% më të larta në korrik se sa një vit më parë,
me çmimet e drithrave që u rritën me 6.9% dhe çmimet e vajit bimor u rritën me afërsisht 17.3%. Ndryshimi i klimës i shkaktuar nga njeriu ishte shkaku kryesor i temperaturave rekord të detit në Evropë kohët e fundit, thanë shkencëtarët, duke paralajmëruar për pasoja të rënda për ekosistemet detare dhe komunitetet bregdetare. Ndryshimi i klimës i shkaktuar nga njeriu ishte shkaku kryesor i temperaturave rekord të detit në Europë kohët e fundit, thanë shkencëtarët, duke paralajmëruar për pasoja të rënda për ekosistemet detare dhe komunitetet bregdetare. Detet e Europës nuk i kanë shpëtuar vapës ekstreme. Muajin e kaluar temperatura mesatare në mesdhe ishte 27 gradë Celsius, më e larta për çdo korrik të regjistruar ndonjëherë, ndërsa pranë Majorkës u regjistrua 33 gradë Celsius në fillim të gushtit. Ndryshimi i klimës i shkaktuar nga njeriu ka shtuar rreth 2 gradë Celsius ngrohje në mesdhe dhe rreth 1.4 gradë Celsius në detet e Europës perëndimore, sipas një analize nga grupi World Weather Attribution, i cili përdor metoda të rishikuara nga kolegët për të vlerësuar rolin e ngrohjes globale në ngjarjet ekstreme të motit. Analiza zbuloi se temperaturat maksimale të detit regjistruar këtë vit në mesdheun lindor dhe perëndimor dhe përgjatë gjirit të Biskajës dhe bregdetit iberik do të kishin qenë pothuajse të pamundura pa ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu. Në detin Keltik pranë Britanisë dhe Irlandës, temperaturat më ekstreme të regjistruara do të priteshin vetëm rreth një herë në shekull në një botë pa ndryshime klimatike të shkaktuara nga njeriu. Detet më të nxehta rrisin lagështinë dhe temperaturat gjatë natës në zonat bregdetare dhe mund të ndihmojnë në nxitjen e suive intensive më vonë gjatë vitit. Emetimet e gazrave serë, kryesisht nga djegja e lëndëve djegëse fosile, e kanë rritur temperaturën mesatare të planetit në rreth 1.4 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale, sipas Organizatës Botërore Meteorologjike. Rritja e temperaturës së detit mund të shkaktojë vdekje masive të specieve të tilla, si koralet, dhe të prish furnizimin me ushqim për zojës dhe gjetarët, me efekte anësore përmes zinxhirëve ushqimor. Sipas analizës, rreth 90% e gjirit të Biskajës dhe 80% e mesdheut perëndimor kanë përjetuar kushte të valjes së të nxehtit detar këtë vit. Pa ngrohjen globale, kjo shifër do të kishte qenë më afër 40%. Një koalicion prej 26 biznesesh dhe organizatash të shoqërisë civile i kërkojnë Komisionit Evropian që t'i bëjë të detyrueshme kriteret e emetimeve të ulta të karbonit në rregullat e prokurimit publik. Nënshkruesit thonë se prokurimi mbetet shumë i drejtuar nga çmimi më i ulët, ndërsa kriteret e gjelbra shpesh janë vullnetare dhe zbatohen ndryshe në të gjitha shtetet anëtare. Një koalicion për 26 biznesesh dhe organizatash të shoqërisë civile që përfaqëson më shumë se 11.500 kompani, po i kërkon Komisionit Evropian që t'i bëjë të detyrueshme kriteret e emetimeve të ulta të karbonit në rregullat e prokurimit publik të Bashkimit Evropian përpara një rishikimi që pritet më në shtator. Në një letër dërguar Komisionit më 18 gusht dhe të udhëhequr nga grupi italian i ekspertëve për ndryshimet klimatike ECO, nënshkruesit thonë se autoritetet publike shpenzojnë rreth 2.5 trilion euro në vit për prokurime, ekuivalente me rreth 16% të prodhimit të brendshëm bruto të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ata argumentojnë se Europa nuk po e përdor atë fuqi blerëse në mënyrë agresive të mjaftueshme për të krijuar kërkesë për produkte dhe teknologji më të pastra, duke krijuar një shkëputje në qasjen e Brukselit. Kompanitë po nxiten të dekarbonizohen, ndërsa kushtet e tregut nuk i shpërblejnë gjithmonë ato që i bëjnë këtë. Prokurimi publik ka potencialin të dërgojë sinjale të qarta në treg duke mbështetur përvetësimin e teknologjive dhe proceseve të prodhimit më të qëndrueshme. Megjithatë, ky potencial mbetet i shfrytzuar vetëm pjesërisht, thuhet në letër. Spanja ka ndërtuar reputacionin e saj në energjinë e rinovueshme për të pozicionuar si lideri i ardhshëm e Europës në hidrogjenin e gjelbër, por disa ekspertë të sektorit të energjisë kërkojnë kujdes në lidhje me rritjen e një industrie që do të mbështetej shumë në rritje masive të disponueshmërisë së energjisë elektrike me zero karbon nga burime si era ose dielli. Nënshkruesit thonë se prokurimi publik mbetet shumë i drejtuar nga çmimi më i ulët, ndërsa kriteret e gjelbra të futura sipas aktit të industrisë zero net të bllokut në vitin 2024 shpesh janë vullnetare dhe zbatohen ndryshe në të gjitha shtetet anëtare. Ata argumentojnë se ky fragmentim pengon blerjen publike të bëhet një sinjal i besueshëm tregu për industrinë europiane. Nëse qeveritë vazhdimisht favorizojnë çelik, materiale ndërtimi, teknologji dhe produkte të tjera më të pastra, argumenton koalicioni, furnizuesit do të kenë një nxitje shumë më të fortë tregtare për të investuar në dekarbonizim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuarat Amerikës Donald Trump pezulloi me 3 ditë hyrjen në fuqi të tarifave prej 50% për importet kanadeze me vlerë $20 miliard. Sipas tij, të dy vendet arritën një marrëveshje të minutës së fundit, disa orë para se sanksionet të hynin në fuqi. Presidenti amerikan Donald Trump tha se po shtynte tarifat amerikane prej 50% për importet kanadeze me vlerë $20 miliard, pasi të dy vendet arritën një marrëveshje të minutës së fundit, disa orë para se sanksionet të hynin në fuqi. Njoftimin të cilin Trump e bëri në platformën e tij të mediave sociale blen kohë për më shumë negociata dhe shmang për momentin një tjetër tension në marrëdhënie tashmë të tensionuara midis aleatëve historik dhe fqinj. Kam pezulluar tarifat prej 50% kundër Kanadas, të cilat ishin planifikuar të rryhen në fuqi nesër në mëngjes për një periudhë 3 ditore, bazuar në faktin se Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara në varësi të finalizimit të dokumenteve kanë një marrëveshje, postoi Trump në Truth Social më pak se 2 orë para fatit të mesnatës së së mërkurës. Nëse tarifat do të kishin hyrë në fuqi sipas planit në orën 12:01 të mëngjesit të së mërkurës, taksat e importit të vendosura nga Trump do të kishin goditur produktit kanadeze, por ndikimi politik mund të ketë qenë më i madh se ai ekonomik. Kanadaja kishte kërcënuar të akmerre kundër çdo tarife të re me taksat e veta, duke përgjegjësuar një luftë tregtare midis vendeve që shitën mallra dhe shërbime me vlerë $880 miliard vitin e kaluar. Kryeministri kanadez Mark Carney dhe Trump kishin folur 2 herë në telefon gjatë 2 ditëve të fundit rreth negociatave në vazhdim, përfshirë një telefonat të martën pasdite, tha zyra Carney, duke nënvizuar shtytjen e minutës së fundit për një marrëveshje. Të dy vendet kishin arsye për të tërhequr nga pragu Greminës. Pothuajse 72% e eksporteve të mallrave të Kanadas vitin e kaluar shkuan në Shtetet e Bashkuara. Administrata Trump do të merrte një rrezik duke vendosur një tarifë të re të rëndë, të paguar nga importuesit amerikan, të cilët përpiqen ta kalojnë koston tek konsumatorët nëpërmjet çmimeve më të larta përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit të nëntorit, duke shtuar një krizë të përhapur të kostos së jetesës në Shtetet e Bashkuara. Kemi bërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, mirë takofshim.